Në këtë betejë historike, Sultan Mehmeti II vendosi të shkatronte njerëmi rezistencën shqiptare. Ai dërgoi drejt Shqipërisë një ushtri prej 40.000 vetësh, të udhëhequr nga 2 komandantë me përvojë, Isa Bej Evrenozi dhe Hamza Kastrioti. Të dy ishin komandantë të aftë. Përparësia e Hamzait ishte se ai kaloi 14 vite pranë Skënderbeut dhe njihte çdo strategji të tij. Forcat osmane e depërtuan në luginën e Matit dhe ngadalë përparuan drejt Krujës. Skënderbeu, me një lëvizje të mirë menduar, shmangu përplasje drejt për drejta dhe u tërhoq, duke lënë terrenin e lirë për osmanët. Të sigurt në fitore, pushtuesit nisën të plashkisnin vendin dhe të grumbullonin informacione, ndërsa javët kalonin pa ndonjë shenjë kundër përgjigjeje nga Skënderbeu. Shumë shpejt, Evrenozi dhe Hamzai nisën të besonin se armiku kishte braktisur luftën dhe tashmë ata kishin fituar. Në gusht të po atij viti, pozitat osmane duken të pathyeshme. 20.000 ushtar ruanin rrugët e furnizimit dhe mbanin në rrethim fortesat të rreth Dibrës. 15.000 të tjerë mbikëqyrnin Matin, Rodonin dhe Petrelen. Pjesa tjetër e ushtrisë kishin përparuar drejt Ujbardhës, duke krijuar një rrjet të dendur kontrolli në veri të Shqipërisë. Por, ndërsa koha kalonte, kënaqësia për fitoren e arritur, por njëkohësisht dhe pakujdesia, po prapeshin mes trupave osmane, duke ulur ndjeshëm vigjilencën e tyre.